që nuk i dihet origjina, nuk i dihet principi aktiv dhe më shumë, veçanërisht nuk i dihet vetëmi biologik. Do të aplikohen normat europiane e sigurisë medikamentoze. Ne ju sigurojmë se në Shqipëri, hyrë private, nga fëmijët tuaj, nga fëmijët tanë, unë ngjarën tim. Që do të thotë të gjitha të përndjekur që kanë qenë, të gjitha të internuar, të është vlerësuar ndonjëherë Partia Demokratike, për sa i përket pastaj paketave të tjera. Ju e dini që do doja të ndalesha pak tek të përndjekurit politik, që është një nga shtresat tona më të përndjekura. Duke qenë se vi edhe nga një fshat i përndjekur, me të vërtetë, nga Lazarati. Ajo që më doja të thoja është që akoma jemi në vitin 2025 dhe akoma nuk kanë marrë dëshpërblimet. Akoma nuk kanë marrë deri në fund të gjithë ato lekë që atyre ju takojnë. Jemi akoma në mes të një proces. Po çfarë do bëj Partia Demokratike? Partia Demokratike menjëherë do të ngrejë Ministrinë e posaçme për integrimin politik, që do të merret me zbatimin një të gjithë programit të saj, për sa i përket çështjes së të përndjekurve politik. Do të ngrojë një komision kombëtar të viktimave, ku do të bëhet identifikimi i gjithë viktimave dhe sigurisht të shpërblimi i tyre. Kemi ndryshimin e ligjit për dëshpërblimin. Ne e dim që një pjesë e tyre nuk janë dëshpërblyer, sepse ka qenë për një periudhë 8 vjeçare. Arbeni e di shumë mirë. Nuk do t'jetë më 8 vjetë, por do t'jetë 25 vjetë. Ju e dini që unë jap mësim në shkollë dhe ajo që unë vëredhe që mua më dhëmbë është që brezi i ri nuk e ka konceptin dhe nuk din se çfarë kanë hequr prindrit tanë apo gjyshrit tanë. Çuditërisht kanë disa ide të majta në 2025. Por ata kanë edhe një mos fare informacion se çfarë ka ndodhur. Çfarë është bërë 45 vjet në Shqipëri? Pse ndodh kjo? Sepse tekstet tona janë të mangëta. Tekstet tona shkollore, të gjuhës, të letërsisë, të historisë, nuk kanë absolutisht fare të shpjeguar se çfarë ka ndodhur në këto 45 vjet. Çfarë kanë hequr etrit tanë, prindrit tanë, gjyshrit tanë. Partia Demokratike me ardhin në pushtet sigurisht që këto kurikula, këto tekste do t'i rishikoj dhe ka ngritur edhe një grup pune, të cilët do t'i implementojnë në shkollat tona. Jo vetëm në ato 8 vjeçare, por edhe ato shkollat e mesme. Ne dëmshpërblimin e të përndjekur politik, ne do ta bëjmë brenda Partia Demokratike do ta bëjë brenda 4 vjeçarit të parë të mandatit. Ne këtu kemi ligjvënësit e parlamentit, zotin Dritan dhe të 4 kandidatët tanë do na mbështesin dhe do na japin maksimumin, sepse ne jemi garancia e fushatës tyre në gjithë qarkun e gjykatës. Unë nuk di që të përndjekur politik të mos angazhohen në këtë fushatë. Jam nga Përmeti dhe kam qenë kryetar i Partisë Demokratike, e njoh kolegët e mi në gjithë qarkun e gjykatës, di që të përndjekur politik janë pararoja e fushatës dhe pararoja e Partisë Demokratike. Ne